Zemër të Hapur, për para shumë vitesh ato kanë qenë prezent në këtë studio për të treguar divorcin e vështirë me babajnë e 2 fëmijëve, i cili me sa duket i përndjek nëpërmjet fëmijëve, sepse dhëndri i fëmijët i ka dhunuar të gjithë familjen dhe si një rast urgjent ata kanë mbritur në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, siç po e shikoni edhe nga planet e regjisë, 66 vjeçarja është në lot pasi ndiqet vazhdimisht nga babai 2 fëmijëve, ish bashorti edhe pse kanë 20 vite të ndarë, jo vetëm që përndiqet, por mësohen edhe gjithë fëmijët për t'i dhunuar këta familjar. Jo më larg se sa dita e djeshme, ato kanë qenë ke Instituti Mjekësisë Ligjore, mjeku ligjor ka konstatuar dhunën, ne do t'japim të gjitha provat e dhunës ndaj këtyre 3 pjesëtarëve të familjes, ndërkohë që shenjat e dhunës ende janë në trupin e 66 vjeçares, por fillimisht le të ndjekim materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmata dhe shikoj që zonja Mereme Mergita, përshëndetje, mirë se erdhe, të shikoj që je shumë e shqetësuar. Do ta mbledhim pak veten, unë shikoj që në trupin tënd kanë mbetur shenjat e dhunës, në qoftë se mund ta tregosh pak krahun, baje pak. E ke bërë me akull. E ke bërë me akull pjesën e